fali për shqetësimin. Kom fënë me shumë emocione, po isha shumë i stresuar dhe shumë i gakum se kisha frikë se të mpresi fjalën në Tirana. Gjithato ju uroj shëndet, doktor, shëndet, qofshi lumtur dhe të plotësofshin dëshirat. Gëzuar të gjithë, respekt e demokrat për jetëve të betuar. Natën nga unë. Faleminderit. Ja. Kush e dëshiron fjalën? Po. Mirëmbrëma, doktor Berisha. Mirë se erdhe një herë. Unë, duke marrë shkas nga protesta 24 janarit, dua të bëj një pyetje. Si e synojmë ne, pas kësaj proteste, që ne të shkojmë drejt një qeverie teknike dhe çfarë formash duhet përdorim me datën 24 janar? Faleminderit. Ne jemi një parti e cila kemi një arkiv, kemi trashëgimi dhe kemi përdor format ndryshme protestash. Forma që kanë përmbys kryeministra, forma që kanë trondit themelet, që kanë përmbys sistemet. Në këtë gjendje që është vendi, ne synim kemi përmbysje pushtetit. E këtij pushtetit të dalë, jo nga vota e lirë, këtij pushtetit që qëndron me vjedhje. Në bindjen time më të thellë, kjo kërkon qëndrueshmërinë protest. Kjo kërkon që ne të jemi të përgatitur shpirtërisht, psikologjikisht, fizikisht për protestë të qëndrueshme. E kemi provuar ne se duhet tani jemi politik edhe jemi të gjithë në ne kemi provuar kur për një dyti kemi përmbys. I përmbysëm. Jam ikur Macedonia që ishte aty. Por qëllimi nuk është ky. Qëllimi është pushteti me votë. Ne pushtet e marrim me votë. Nuk marrim pushtet e kur, ja u them unë, jo. Ne nuk marrim pushtet. Prit, jo. A bravo, tani ke shru bukur. Kjo është punë. Ai edhe 20 herë do t'i vjedhi, po e lam ne tjetë në krye. Atër da... Jo foltore. Dakord. Jo, një minut. Një minut. Mirë, dakord. Tani, qëfar duhet? Qëfar duhet? Duhet që ne bulevardin të mbajmë gjersa të largot ai. A doni ja të garantoj, ne duhet përgatitemi, ne duhet përgatitemi me, bravo e the, buk me vete, duhet përgatitemi, trikthehemi, tani, shiko, fale, ne jemi misionar. Cili është? Ta them unë ty tani që jam këtu me ty. Kur unë isha student, për mua, nën Tereza, çfarë kisha parë në për filma, unë mahniteshka, edhe e pyesja vetën, ku e ka forcën kjo? Ku e gjen ky njeri forcën që shkon dhe merret me ata me të cilët nuk merrej asnjëri, as familja, as shtetësia, as mjekësia, as kisha, as xhamia, asnjëri. Të lënë buzvarit. Ajo shkon të merrej. Unë pata fat ta njohate. Dhe çfarë gjeta? Ku e kishte forcën ajo?
tek përqendrimi, tek ajo që besonte, përqendrohen atë që besonte. Edhe ne përqendrohemi në realizimin e misionit ton. Realizimin në revolt paqësore. Nuk ka forcë që mban pushtetet e Tiranës në qoftë se ne nuk shohim bulevardin Gjersajtik. Ai faktikisht është i pakallur. Po, ja, të garantoj unë që iken. Po jo me atë që thonë ju, ajo pastaj është një lëvizje tjetër, jo, ne nuk them me foltore, prit. Jo. A ju iken me revolt popullore paqësore. Me këte iken t'jesh i sigur. A i jam bath. A i jam bath, në gjo mure. Nuk ka burë më frikacar në Shqipëri. Dje nga unë këte. Ma e men, do t'a marsh me në kur t'jam bathi. Mirë. Jo, nuk i njef, jam dakord me ty. Jo, nuk i njef. Por ne, me që më pyet, ne duhet vendosim të mbushim bulevardin Gjersaj të iki. Po. Mirë, dakord. Po. Mi mbrana doktor Berisha. Mirë se erdhe në shtëpinë tonë. Unë jam Edlira Sanxhaku. Kam dy pyetje. Pyetja e parë është, duhet keni ndjeni, në janar është futur ligji për rritjen e moshës grave dhe vitet e punës. Se ky bandit, pasi s'ka lënë gjema pa vjedhur, e ka çuar Shqipërinë zero, pasi u tall dhe me pensionistat, me një lëmosh që u dha për vitin e ri, i gënjeu që do jepte 18.000 lekë të vjetra çdo muaj, dhe tani në janar e ka ndarë me kategori. Ku 500, ku 600, ku 700. Ndërsa tani ka rritur moshën për gratë. Si mund të punoj një grua që të dali 65 vjeçë? Se i bie që datë lindje 69, të dali 64 e gjys. I ka çuar vitet e punës 39. Në vend të dali njerëzit pension dhe të futet brezi i ri, ky bën të kundërtën. Nuk i ka ngelur gjë me këtij populli shqiptar. Ne na ka ngelur vetëm të rrim aty, mos të lëvizim nga sheshi. Të vi gjithë populli shqiptar, i madh e i vogël, të vërshoj në Tiranë. Të dali populli i Tiranës, ai popull aq i mrekullueshëm. Dhe nuk duhet të shkojmë 2 orë atje, 3 orë dhe të dalim. Ky nuk ikën pa revolt popullore, pa ja treguar vendi, pa u marrë zvarr. Absolut. Kjo qeveri hajdute. Këta janë një band, doktor. Këta janë një band kriminale. Shkon në spital të vësh duart në kokë. Unë e kam vuajtur mbi supe. Më ikën 2 prindërit për 1 vit. Shkon në arsim shkatëruar. Policia e shtetit shkatëruar. Të shkatërosh një komb, është shkatërosh arsimin, të shkatërosh policin. Është kur nuk ka ku të vej më shumë. Veç tani të avri litarin të avari se s'ka ngel gjë tjetër. Prandaja kjo është thirrja ime për gjithë. Të dalim në shesh dhe mos të lëvizim nga sheshi. Sepse ai nuk ikën me fjalët tona me 2 orë që qeveri teknike, jo nuk largohet ai doktor. Ai është i çmendur. Dhe një i çmendur nuk të ikën nga vendi pa u marrë zvarr. Ata ai u mori vdekur, ta duhet marrë të gjallë. Sepse po ikën rinia. Atë dheu është në rrezik. Kjo është thirrja e fundit që na kërkohet ne, të gjithë demokratëve, ku jemi e ku jemi, të shpëtojmë rinin. Mos të shpopullohet për Shqipëria nga kjo bandë kriminale. Prandaj, juve u del për detyrë